në analizën tuaj si ushtarak i karrierës, si e matni një politikan, se ka po shkon, drejtim po merr, me çka? Faktikisht është një element që rrallë përmenet, po që është tepër i rëndësishëm në raportet me ndërkombëtarët apo në marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe kjo është besimi reciprok. Ajo është gurthemeli i gjithçkafit tjetër që mund ta çojë një shtet dhe një vend përpara. Po humbi besimi, atëherë të gjitha tjera të rrezikohen. Dhe këto mirëbesime apo besime të ndërsjella do të jenë afatgjata, jo afatshkurt. Një besim afatshkurt është në fakt gënjeshtër, është një gënjeshtër. Sa për ilustrim, ta zonë, kem kriju një mirëbesim, ka ardhur NATO-ja dhe SBA-ja na kanë ndihmuar, kemi çliru Kosovën dhe mas çlirimit Kosovës ja kthejmë shpinën partnerëve tonë ndërkombëtar. Kjo është ajo gënjeshtra. Mirëbesim është kur ti i arrin qëllimet tua, synimet tua dhe vazhdon me ato të jep punën bashkarisht dhe i përmbush synimet tua edhe ekonomike, edhe politike, edhe të sigurisë në planin afatgjat, jo në plan afatshkurt. 10 vjeçari, 20 vjeçari për historikun e një vendi është afat i shkurt dhe kjo nuk flet asgjë. Por në kuptimin afatgjat duhet krijohet një besim i ndërsjell dhe ky besim nuk ka guxuar të shkëputet me ardhen e kësaj qeverie në pushtet, duke thonë që na nuk jemi vazalt kërkujt, nuk i nënshtrohemi kërkujt. Mirë po, në fakt kjo retorik është një retorik mashtruese për votën, sepse asnjëherë nuk ka pas nënshtrim edhe përkulje para kërkujt, ka pas një partneritet. Ju po e shihni NATO-ja qëndron këtu në Kosovë dhe e mbron Kosovën me resurset e veta, nuk kërkon prej Kosovës asgjë. Cili është përfitimi i NATO-s në këtë rast? Se dikush mund të thotë, po pa kur gjë s'vjen kërkosh me të ndihmu. Është e saktë. Mirë po ai mundet me ardh, me të ndihmu, mirë po me thonë edhe paguaj, se unë po të mbroj, po të ruaj. Po njëkohësisht me i përmbush edhe disa interesa tjera shtesë të vetat. Gjeostrategjike. Po pra. Mirë po, NATO-ja dhe SBA-t po i përmbushin interesat e veta gjeostrategjike, po njëkohësisht po e ndihmojnë Kosovën pa pagesë. Edhe nuk po e shpenzojnë kuptimin ekonomik për të paguar ne si shtet mbrojtjen tonë, po edhe po e ndihmojnë forcën e sigurisë të Kosovës që të bëhet një forcë kredibile që një ditë këta të tërhiqen dhe më pastaj Kosova me forcat e veta të mbrojë edhe veten edhe të bëhet pjesë integrale euroatlantike në mbrojtje të një ambienti shumë më të gjanë, jo vetëm territorit të Kosovës. Dhe këtu na shpeshherë mashtrohemi për i politikanëve, e them me keqardhje në shumë të rasteve, kur i shohim gjanat shumë ngushtë, i shohim vetëm territorin e Kosovës, bile shpeshherë na i shohim disa territore edhe më të ngushta. 90% e territorit të Kosovës është shlirue gjatë luftës, që pjesa tjetër u shlirue ma vonë. A dihet fare mirë që s'është ashtu fare, se Kosova është shliruar në vitin 1999. Një zor duhet ta kesh që të dalësh kundër një interesi strategjik. Kaq të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tash nëse dalim që insiston të ketë partneritet, po. Nëse dalim te ky zor, është tepër e vështirë me kuptuar çfarë është ai zor. Pse është e vështirë, ose s'paku për mua është e vështirë. Nuk ka pas zor më të madh se në vitin 1999 me dalë me vesh uniformën ose pa uniformë me një armë në dorë, edhe me ju kundërvue një armiku shekullor i cili na ka përsekutu. S'ka zor më të madh se kaq, se me qit jetën tonë para dilemës a do të shpëtosh, a do të vdesësh. Mirë po, njerëzit e kanë bë këto, qytetarët e Kosovës e kanë bë, edhe e fituan atë luftë. Dhe unë sot se kuptoj në kohë paqe çfarë zori mund të ketë një individ
edhe ky zor të shkoj deri në atë masë, deri në atë shkallë, sa ta rrezikoj tash atë liri që e fitoi populli. Një popull e fitoi lirin, një individ ose një grup i vogël interesi e rrezikon këtë liri. Po tham kuptimin e rrezikon që e vështërson ecjen e Kosovës përpara, se Kosova nuk më në nalë ma kërkush në ecjen e saj përpara, ka me ecë. Nëse e keni përcjell me vëmendje sjelljet e qeverisë amerikane në raport me Kosovën këto vitet e fundit, ju e dini mirë që në kuptimin politik dhe diplomatik vazhdimisht kanë pas vrejtje në sjelljet e qeverisë, pse po bëhet ky veprim, pse kështu, pse kjo, pse ajo. Mirë po në kuptimin e sigurisë, SBA-ja për asnjë moment nuk e ka rrezikuar Kosovën, edhe NATO-ja. Gjithmonë e kanë rujt atë trajektorin që e kanë filluar gjatë luftës, pas luftës, edhe deri në vitet e sotme. Atë pjesë e kanë rujt. Edhe në momentin kur u ndërpreje ushtrimi i FSK-s, prap SBA-ja nuk e ka shkput atë pjesën më të rëndësishme, atë fijen kryesore të sigurisë në Kosovë. Po ushtrimi është ndërprer ditën e fundit. Ajo ditë faktikisht gjithmonë është rregull në FSK kur mohat. Ditën e fundit aty shkojnë politikantë për me pa pjesën përfundimtare. Defender 2023 që ishte, po. Po flasim për Defender. Dhe mesazhi ka qenë karshi politikanëve, jo karshi forcës sigurisë të Kosovës. Dhe nuk i ka leju me marrë pjesë në ditën e fundit në ushtrim. Dhe FSK-ja është kualifiku, ka ecë përpara. Po politikanëve ju ka tregu që ju jeni të i bë gabime dhe ty i cenu edhe vetë ekzistencën e juj dhe sigurinë tuaj si politikanë. A është energjia boshti i sigurisë kombëtare sot? Energjia është boshti i sigurisë kombëtare, thelbi. Si tillë shihet nga që në start përmenem vetëm gasin. Po energjia është një fushë shumë e gjatë, nuk është vetëm gasi, ka edhe është për Kosovën, a është një që trajtohen interes kombëtar dhe i sigurisë? Për Kosovën është interes shumë i rëndësishëm kombëtar, është për çdo popull, për çdo shtet. Po sidomos për neve, si një shtet i cili ende nuk jemi konsolidu. Na kemi një pavarësi, na kemi kushtetut tona, ligjet tona, mirë po njëkohësisht e kemi edhe faktorin ndërkombëtar këtu si një farë mbrojtësi, një farë garancë që ne të ecim përpara, të vazhdojmë ato të jetë, sepse ata e dinë dhe e kuptojnë që me këtë vështirësi që e kemi, pa praninë e tyre na mujmë me degradu edhe ma keq. Prandaj ata janë pranishëm këtu, jo vetëm për të na ndihmu neve, ajo në rregull është, por edhe si që thash më herët, janë edhe ato interesat gjeostrategjike. Nuk i konvenon Evropës dhe Perëndimit që në qendër pothuajse të Evropës, duhet thonë ashtu sepse është deti Adriatik, një det tepër i rëndësishëm, pastaj mes dhëve, tutje, të cilat janë tepër të rëndësishme për Evropën. Dhe nuk lejohet që Ballkani, një pikë neuralgjike, e cila ka qenë kërcënim gjithmonë për paqen botë, të mbetet edhe ma tutje faktor rreziku. Prandaj janë edhe këto trysni të gjithanshme, po karshi këtyre trysnive gjeostrategjike dalin ma pastaj edhe disa interesa ma pak të rëndësishme, si që janë interesat shteteve individuale të cilat të zonë dojnë që të kenë një ndikim këtu, donë Gjermania, donë Franca, donë Italia, donë Turqia, donë edhe shtetet tjera. Por në do të kemi politikanë të shkast. Të qeverisë të jeshini të ndikuar në base, ndoshta edhe nga tundim, nga presioni që ati mund t'i vinë nga evropianët. Po përdoret Kosova si kurban në betejën që ata realisht mund të kenë vetë evropianë me amerikanët për ndarjen interesave gjeoekonomike. Derisa nuk ndahen interesat gjeoekonomike, gjeostrategjike të fuqive të mëdha, shtetet e vogla kanë probleme, kanë të lashë. Po nuk e ka Shqipëria, nuk e ka Republika Serbe e Bosnjës, nuk e ka Podënia, asnjë vend tjetër. Pse ta ketë Kosova sipas jush? Nuk do ta kishte edhe Kosova.
Mirë, po këtu ka të bëjë me leadershipin. Në gjitha këto vlime të përgjithshme dhe konfrontimet interesave të fuqive të mëdha, na duhet dim ta gjejmë vendin tonë në atë mozaik, se e kemi diku një vend, po duhet dim ta gjejmë. Shqipëria... Nuk shihet ai vend, apo shihet, por nuk... Shihet ai vend. Nuk e çojnë qëllim shumë. Shihet, është i qartë. Nuk po di, nuk e çojnë qëllim shumë, apo vërtet janë kaq të padijshëm. Por nuk duket që janë kaq të padijshëm. Por duket sikur ka një interes krejt diçka tjetër, për cilin unë nuk jam në gjendje tani të flas, sepse është më e komplikuar se kaq, edhe ndoshta duhet në një të ardhme të flasin mekanizmat të tonë, shërbimet të tona për këto sjellje të leadershipit tonë, sepse shihet qartë që gjatë këtyne 4-5 viteve asnjë hap nuk është bërë në interes të vendit, pa marrë parasysh që her pas herë janë dhënë disa fasada sa për të dukë në opinion sikur u bë diçka e madhe, u bë diçka e rëndësishme, sikur jemi një shtet serioz, por... Në rrafshin ndërkombëtar të Kosova nuk ka lëviz. Por në rrafshin ndërkombëtar, po edhe në rrafshin e sigurisë, edhe prej anash, edhe prej jashtë Kosovë, këto gjëra këshiren me një sy krejt ndryshe, krejt tjetër. Shembull, unë mund ta kuptoj kur një veprim i gabueshëm i një general shtabit një shteti tjetër ndodh, atëherë unë e kuptoj. Ai mund t'i shitet popullit vet si shumë e mirë, si shumë në rregull, por unë e kuptoj që ai gaboj edhe është në favor timin. Këso gabimesh po bojmë edhe ne në Kosovë. Kur them ne, po mendoj në politikën, nuk po mendoj në sferën e sigurisë. Për fat mirë, në sferën e sigurisë, politikanët tonë nuk kanë dorë, nuk kanë ndikim. Këta e keqpërdorin në opinion shpesh. Unë e bona ushtrin, unë e bleva këto, unë e investova këto, por dihet që as një vi, as një hap, as edhe një fishek, po shprehna shumë a thjesht, pa lejen e Amerikanëve në rend të parë edhe NATO-s nuk mund blehet. Prandaj këto tjerat janë kërkosje, edhe përfitime politike, edhe e them me keqardhje, se kanë mujt me u shfrytzu këto gjëra në mënyrë shumë pozitive, se sa me rreziku shpesh ekzistencën tonë si shtet në kuptimin e sigurisë, me deklarata të papërgjegjshme, duke përdorur çështje të rëndësishme të mbrojtjes dhe sigurisë. Edhe ambientalistët, kritikat e dikurshëm e shumë zëshëm të Kosovës së, të Kosovës së re, sot thuajse kolektivisht janë dakord, janë në një zë, që Kosova nuk mund të humbë kohë më shumë, sa më shpejt vendos që t'i bashkohet rrjetit rajonal të gazit të lëngshëm amerikan dhe për tash jetë e habitshme, e papranueshme, se si Kosova ende është në fazën e ngurimit, rrjedhimisht të refuzimit të këtij projekti strategjik amerikan. Në të njëjtën kohë, kritikët nga fusha e zhvillimit ekonomik dhe energjisë e ambientit janë të shqetësuar se Kosova në gjithë këto vite nuk arrit të ndërtoj asnjë megawatt thuajse të prodhimit të energjisë elektrike, duke bërë të varur sektorin e energjisë nga importi i tregtarëve, kryesisht edhe nga Serbia. Pavarësimi i sektorit energjetik është interes kombëtar i sigurisë. Si e shihni se si u trajtua kjo çështje esencialisht nga kjo qeveri në detyrë aktualisht? Në fillim, kam menduar që është në pyetje mosdija, edhe një momentum, një rast ku duhet të përfitohet diçka politikisht, por me kalimin e kohës kjo u pa qartë që prapa kësaj fshihet diçka tjetër, sepse është e pamundshme që të kalohen vite të menaxhosh, të udhëheqësh një shtet dhe të mos e kuptosh çka është më e rëndësishmja për ty edhe për shtetin. Por si duket,
kjo është një mundësi e artë për keqpërdorime, për hajni. Sepse kur ka një këso amullie çfarë është kriju në Kosovë, amullie cila deri me tani e ka përfshi një masë të madhe të popullatës, por të kohëve të funit duken qartë sikur po largohen ato re dhe ato mjegulla që ishin kriju, sepse unë si laik në fushën ekonomike, po tham, përjashto këtë mbrojtjes dhe sigurisë, se atë e kuptoj shumë më mirë, e shoh që njerëz të cilët janë profesionistë të fushave të energjetikës, të ekonomisë, e thonë që është bo gabim që është penguar projekt. Dhe natyrisht që unë jam i prirur të ndëgjoj. Po, unë jam i prirur të ndëgjoj ata që njofin këtë punë, këtë profesion e jo të tjerët që nuk marrin vesh në këto gjana. Të tjerët i kemi sikur ata shikus në stadionin e futbollit ku nuk ka rëndësi kush është më i mirë, po për ekipin tim unë simpatizoj edhe s'më interesojnë tjerat. Por kjo për shtetin është gabim dhe është e dëmshme. Për shtetin duhet ndryshe me i pa gjana, duhet thuhen ashtu si janë, dhe ekonomistët dhe njerëzit që marrin vesh nga energjetika dhe ekonomia e kanë thonë shumë qartë, kemi bo gabime, ka qenë gabim ai veprim, dhe sa më shpejt që i sanojmë ato gabime, është më mirë për venin. Dhe e ke këtë situatë? Tash po e shohim që demokracia në fakt përkundër që i ka të mirat e saj, ka dhe mangësit, sepse në demokraci ata që e gënjen ma tepër, apo ai që gënjen ma tepër edhe ma hjeshëm, ai fiton ma shumë. Kur s'ka sinqeritet, po e them, se kur ka sinqeritet politik, atëherë dilet me platformat sinqerta politike, edhe garohet me ato platformat sinqerta dhe ajo më e mira fiton dhe shkon shteti përpara. Për ju, cili është bilanci? Qa flet bilanci për ju? Bilanci... Viti 2026, jemi në... Bilanci është i qartë. Neve rinia po na ik për çdo ditë për jashtë. Pse po ik? Pse energjetika, e tham, është element i rëndësishëm geostrategjik. Geostrategji dikush mundet me kuptu pe qytetarët thjesht sikur ajo i ka pa armët dhe i drejton në një drejtim caktuar, jo. Po është orientimi yt politik edhe gjithë elementet tjerë që pasojnë ekonomik, sigurisë, energjetike dhe gjithë këto. Dhe rinia jonë po largohet. Pa një rini, shtetin nuk mundet me qëndrua stabil në kam të veta. Dhe me zbrazjen e venit nga rinia krijohen vakume të tjera ku shteti e ka të vështirë të funksionojë. Nuk mundet ushtria e Kosovës me ekzistu pa rini, s'mundet policia, s'mundet inteligjenca. Këto janë komponente kyçe që e majnë venin. Mirë, po s'mujnë edhe fabrikat. Qysh dojnë me funksionu fabrikat pa punëtor të ri? Qysh dojnë me funksionu fabrikat pa gas, pa rrym, pa energji elektrike? Këto janë problemet shumëta dhe automatikisht kjo atë strategjinë afatgjatë të shtetit të Kosovës e dobëson dhe e lën në fakt të varën edhe ma tepër prej të tjerëve. Sepse nesër ne do të varemi prej tjerëve, sa do të na ndihmojnë edhe do të na mbajnë neve. Ka tregtarët, po. Nuk kemi njerëz, nuk kemi rini, nuk ki resurse energjetike, atëherë të tjerë të shfrytëzojnë këtë situatë dhe ti do të pagush shumë fish. Mirë po edhe korrupsioni, keqpërdorimi dhe hajnit gjejnë terren shumë atë përshtatshëm. Ju e ndini këtë rastin e genit që është përmend, që është ende shumë aktual, që këto ditëve të fundit edhe media slovene flasin tepër shumë për miliona para janë tërhequr nga ambasadori Martin Berisha. Ato miliona që janë tërhequr nga Serbia dhe tash kohëve të fundit ka dalë edhe informacioni tjetër të cilin unë faktikisht më kishë rënë vesh edhe para se me dalë në opinion,
edhe një koketim me disa grupe interesi në Malzi, e dihet mirë që në Malzi ato grupe interesi janë ma tepër grupe të mafioze të energjetikës. Bilanci thotë se Kosova e vitit 2026 nuk ka krijuar pavarësitë sektorit energjetik. Është e varur nga importi, nuk shtoj asnjë me refuzoi projektet amerikane. Edhe sot një projekt tjetër po refuzohet, siç është gazi amerikan, së paku deri me sot. Ndërkohë që kriza politike nga shkurti i vitit kaluar deri me sot po vjen ende. Gjithë shteti është me ushtrues detyre. Zoti Gecaj, si e përthakon, si e atakon, nëse mund ta them, gjithë kjo situatë, kjo klimë politike jo stabile dhe sektorin politik, sektorin e sigurisë. Siguria gjithmonë është e varur prej politikës, sidomos në shtetet demokrative ku edhe mbikëqyrja në institucionet e sigurisë është mbikëqyrje civile. Dhe tani kur politika qëndron keq, siguria shkon duke u dobësuar dhe duke ra.